Mes shumë përplasjesh të zakonshme në kuvend ndërmjet PDK-s dhe vetëvendosjes, kryeministri Hashim tha që vazhdon t'i humb busulla në kohë. Seancat e kuvendit të Kosovës për tema serioze rezultojnë të prodhojnë tensione, gafa e të qeshura mes deputetëve. Kohët e fundit protagonistë janë anëtarët e kabinetit qeveritar, deputetët e PDK-s dhe ata të vetëvendosjes, duket qartë se nuk e durojnë njëri tjetrin. E para që nisi me akuza ishte sponsoruesja interpelancës për Veriun, teksa e akuzoi kryeministrin. Albin Kurti e tha se tashmë është i bindur që kryeministri nuk di asgjë kur flet. Kur po e dëgjoja kryeministrin thoshi, teksa nuk thoshte asgjë, mu forcua bindja që kryeministri e merr fjalën në seanca plenare në mënyrë që qytetarët ta ndrojnë kanalin televiziv, kurse deputetët të nisin të shkruajnë mesazhe telefonike, ta shfletojnë në një gazetë ose dalin jashtë për cigare. Por reagimet nuk munguan nga kryeministri dhe deputetët e PDK-s. Tha që ironizoi për patriotizmin e vetëvendosjes. E deputeti i PDK-s, Bekim Haxhiu, i njohur si Kamishi, akuzoi për uzurpim banesash pas luftës. Por te edhe do të partisë tonë në atë kohë keni garant në Prishtinë për të uzurpuar objekte dhe lokale, duke blerë uniforma nga 20 marka në atë kohë dhe për të uzurpuar apo për garant për të bënë një raport të ndërkombëtarët, për garant për të bënë një raport të ndërkombëtarët me qëllim që t'ju punësojnë o juve o ndonjërin nga familjarët e ju në UNMIK. Ministri i Brendshëm Bajram Rexhepi nuk foli, por vërtetoi se nuk e duron vetëvendosjen, duke u larguar nga salla kur e mori fjalën Albin Kurti. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Adem Grabovci, u përkujdes të shkaktoi të qeshura kryeministrit teksa lavdronte qeverinë. Kforin mos ta shohim si pjesë të huajin. Kfori jemi vetë ne. Ne synojmë që të aderojmë në Bashkinë Evropiane. Edhe pse kryeministri tha që nuk foli shumë në seancë, ai ishte protagonisti i përzierjes së periudhave kohore. Sikur të thuhet se Kosova është më keq se para çlirimit të Kosovë, është më keq se sa para 10 qershorit 1999. Është sikur të thuhet se Kosova është më keq se sa pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. E kur flet kryeministri, zëvendësi i tij duket se nuk e ka koncentrimin e mjaftueshëm pasi merrej me telefonin. Gjatë tërë seancës, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakub Krasniqi, u përkujdes t'u kujtonte kohën e shpenzuar për fjalime partive parlamentare. Ai nuk u përmbajt në fund ai vetëvendosjes, e cila kritikoi partitë opozitare, ndërsa akademiku Sabri Hamiti pati kohë të rrëfej diçka nga gojdhënat për djalin dhe etatin. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka edhe 6 minuta, ndërsa janë të lajmëruar edhe 6. Ka 1 minutë, 6 minuta. Lidhja demokratike e Kosovës mendoj që si gjithmonë as mish as peshk. Sa për punën e mësimeve të mos mësimeve, të gjithë të edukumit e ri e kanë ambicien që i thonë babës, hajde babë të kallëzoj mezat e arabe, thonë popullorçe dhe unë e përfundoj këtu. Faleminderit. Ishte një raport i Bashmir Xhemat, e shohim në vazhdim ambasadorin më në formë dhe më aktiv të kohëve të fundit në vend, atë francez Jean-François Fitou, që lutet në arabisht për vizat tona. Visa dialogue, which, inshallah, will be launched this year, but I'm sorry, I'm coming from Afghanistan, so good Muslim kind of thing. Inshallah. Inshallah.